Oh! Pa. Lutem. Me nga dalë, mos të quash. Ja, kom gjetë forën, veç për qas dore, qëtu edhe kryet. Dashnin. Hej, ko ka kontona një gu holla e modhe? Holla e modhe ka kamera e 200 e Big Brotherit. Hej, vizemi në qikatë se mba shumë në. Loredon, seriozisht sonte, unë e kom shprit të ti, edhe am kop në gji. Sinqerisht. Gerta. Kushe po që këtë? Do? Një për një spec. Po po tjetër, të jam me djath. Fol moj. Se po vdes. Jedo. Që bëni, apo që bëni? Veç njerë, seriozisht. Aha, Thira. aha. Ku është që Rozona Rodit? Ku është që Rozona? Ishte s'është, më e ka marrë. Rozon! Ku je? A që të kokja? Aty stori. Unë e kishe Nuk jatë. mundesh, Rozana, aty e këtu. Lori, se vish njerë, nëse më kap në gji sonte vish njerë, seriozisht. E kom një sa shumë furt, besam. E kom një Nuk të super sa. rigjoj. E, i qeni këto yoga, këtu më se Nuk të rigjoj fare. Qash? Jo. Në sikur kemi ardhë. Kështu jemi njerë nga kraun, tjetë më Ti them unë kam meriton përgjigje jo. Janë, po jo, janë pas betejës. Ke pas shumë të plagosur të gjithë. Nuk meriton Fasho, përgjigje. auqi, koka, këtu, njeri me një si. Ku ishin? Po ne nuk ja fare. Okej, banor. Vëllai i madh, ju fton të mblidheni në living, u mblodhëm. Dhe të ndani me publikun. Çfarë keni mësuar për veten? Aman, me kështë shërët, u bëm bajat për zotin. Gjatë këtij rrugtimi në Big Brother, çfarë ju ka ndryshuar dhe çfarë do të merrni me vete nga kjo përvojë? Pra, çfarë keni mësuar për veten, çfarë do merrni me vete dhe çfarë ju ka ndryshuar? Po qëfar do lëmë këtu mund të themi? Është në dëshirën tuaj të lirë, mund të thoni. Edhe lart. Çfarë keni mësuar? Çfarë do të merrni me vete? Çfarë keni mësuar për veten gjatë këtij rrugtimi në Big Brother? Ata shikën shkollën. I na ngeli pa u boj. Allah, i këtu. Po, Ja, Gerta ka Gerta do marrë karike më shumë. Unë do marrë dy shekon, Una? Hajde ma, do marrë jekti. Heroni kom punë. do marrë dy shekon. Heroni kom punë të ne. Fiski ke punë. Unë më mujtë vesh pak aty këtu më përgjith. Ashtu do shumë gjelësh. e kom kuriozitet me po Jozin që ka kam su dhe sa kom e morë me vetë Jozi. Tek shi, u kërë shkajtë marë. Vazhdo ta kallzoj Juzi. No, nuk do të bëj para. Ja nisi prej Loredones. Këto nuk i marim do të vlaj matë, po që ishim duke ngrëna. Po, Mund të marim. Hajde. vetëm duhet të uleni të gjithë. Po, erda. Hajde të marrë nga... Lori, s'ka nevojë më se Kam zonë. fillojmë nga të duash. Shtyani. Ky që kam zonë. Hadi çka kam mësuar ky? Po më shële deren, o më shële deren. A ki i derën shpjoj qik? Jeton në Koloseo. Kur të smuhet. Që Jeton në Koloseo. ki babgjyshi kur të smuhet që jo pisket kajtve. Te... Se ka thënë fillojmë, ka thënë fillojmë. Më falë. Hajde. Tani që po bëni ju? Ha? Si erdhëm? Po ne këtu? Qa kemë sotë?
Lori. Gerta, di që ka mësu. Gerta ka mësu, që mi thonë vetë kjo anesh. Se jetë që shu Po jetë. nuk i kam thënë vetës, mora, unë s'kam Mi thënë thënë vetës herë Vjanesh vetës. kotëm kotë. Mua çfarë më ka thënë publiku? Okej. Mi kanë thënë mesazhe. Do e bëjmë? Mi kanë thënë. Jam i kapi. Hajde. E fillojmë nga më i voglit e më i madhi. Vazhdoni andej. Nga ma i vogli, jo, arroja ca. Atëherë fillojmë nga më i madhi, te më i vogli. Jo. Pre, ani e Jo. Tash i këtej fillon gjithmonë loja, filloni Nga më andej. i madhi te i vogli. Ja, gjithë të në loja, lesë, po kam shef fundit, me një njerë me pas. E jam ajo, nuk do ju presim juve neve më. Daj, tashi. Hajde më të na çmenët një dy, rinë atje kuzinë, ku ne kemi një gjë, hajde tashi. Ju shumë mirë po flas, jo pra kështu, jo, gjithmonë në njëta situatë me juve, na çmenat. Tani fillon Speedi. Kala erdi. Vazhdo. Speedi, Po, e fillojmë nga më i madhi te më i vogli. bello, më pëlqen. Na fillon. Me Me i bjet jeme dyta. Me madhja këtu jam unë. Ke mbaruar. 10. Po, Ke mbaruar për sa moshë mbaruar. të shkoj. Qetjes, zgjasun sa të mbarosh. Po. Ha. Qëndro. Hëten. Okej, te linja e jetës, sigurisht është shkurtimisht gjithë përmbledhja që jepet. Më ishin bërë dy pyetje, pse aty i thatë prajmin e parë Ledioni pse vendose pikërisht të vit. Ndërkohë që të kemi kontaktuar të rrethresht për këtë gjë. Dhe një nga arsyet që vendosa, ose arsyeja më madhore që vendosa këtë vit të vi në Big, ishte sepse kur humba timat, kuptova që s'kisha më nuk isha më shtyllë referimi. Duke qenë se kalova me time më po thuaj se të mbyllur në shtëpi, dilin vetëm për të bërë këto pazare. Nga shtëpia, gjithë verën në Tiranë. Më duhet të nisja nga diku prapë sërish. Mungesa e timeti në shtëpi se shtyllë referimi ishte e pazëmësueshme. Kur hyra këtu, kam hyrë, siç e kam thënë, si thot populli sefte, do të thënë nuk e njihja formatin, edhe shpeshherë kisha paragjykuar formatin televiziv. Kam e që këtësi, lëviz vetëm me sy. Një njeri që është hiperaktiv më falë të lutem. Dhe është gjithë kohës në aksion, do të thënë mund ta kesh edhe kështu në divan, me këmbët kështu. Tani Po, është komplet, i kanë ngellë vetëm syt që lëviz. Është allçi i tëri. Nuk e njihja formatin, nuk dia. Madje mund të them që edhe, do të thënë, në një fazë të parë ende nuk kuptoja, për shumë kur dilja që bëheshin diskutimet në Prime, thosh ja, oho, prap gjyq me mua tani, çfarë kanë? Dikur në sistemin në kohët e vjetra, do të thënë, meshkujt, çunat, venin në ushtri. Venin në ushtri, si çuna, edhe kur mbaronin ushtrin, ktheheshin si burra. Pra mund të shërbenin vetes, kishin marrë një përgjegjësi shumë të madhe, edhe ishin më të aftë për të hyrë në shoqëri. E kam thënë edhe me Danielën dikur, me Rozën tani së fundmi që për një njeri që ka një vepër në këtë shoqëri, ka bërë diçka për shkak. Ku diun nuk ka bërë dy shfaqje, ka bërë këngë, tekste, këngë, shfaqje, këngë, restoran, modeling, të gjitha që bëni. Po thoja që Bigu është një përvojë të cilën të gjitha ata që e quajnë veten të famshëm, se hajt VIP është shumë i madh si titull. Po hajt që njerëz publik, do ishte shumë mirë të ta kalonin këtë përvojë. Kur u pyeta nga Ledioni të linja jetës, thash që
për me ata regjisorët e mëdhenj, thash unë kam bërë shumë seminare me ata që janë guru në teatr, teatrit elitar botror. Po si kjo nuk më ka ndihmuar vërtet asnjë gjë. Më ka mësuar të duroj, do të them mësova durimin. Unë jam jashtëzakonisht tip impulsiv. E tha gjesti dje, po më pëlqen, tha se si bab gjyshin, si babën, pëlqen me nguc, se ai kërcen, tha, nga nervat edhe pëlqen me nguc. Po, kështu tha. E ka kapur aty që jam tip, këtu mësova do më thënë aq sa ka mundur, se ta përmirësoj. Se s'po them e kam eliminuar krejtësisht, po disi kam përmirësuar të ruaj gjakftotësin, të mbaj pak durimin. Kam mësuar gjithashtu të kem një vetë përmbajtje për sa i përket kur kam debatuesin për balë, çfarëdo që të më thotë të mos arri në objekte ose në kontakt fizik, në prekja të që themi. Megjithëse nuk lejohet, të hedhë, po. Uj nuk hedhë më. Jo, e pi vetëm. Mirë. Ose vadis ato, si betonin. Këtë po. Do më thënë, po bizetonim një ditë dhe thoshte Rozi ka mësuar numëroj dherë në 9, ai nuk ka mësuar numëroj dherë në 7, shënë si ka. Ajo që thonë numëroj dherë në 10, pasaj përgjigju. Shpesher mund të kem evituar debate, duke ditur që po të futem në debat, shumë dhe keni pa shpesher unë skuqe, mi për gjaku në koke, dhe pastaj buqasin të më tha dhe them lere këto. Duro dhe pak. Kam mësuar gjithashtu, që edhe pse kam bërë një debat me dikë, të mundohem sa më shpejt, duke qenë se rethana është e tillë që 24 orë ne jemi bashkë, të mundohem ose të sqarohem me të, ose kur s'ka mundësi sqarimi, paktën të mos përplasem sërish me të. Do më thënë të te i kaloj mërin ose zemëratën. Një gjë që e ndihmon këtë shumë është... Se ke bërë që ditë në parë me Gjibanen, kurse ke mësuar këtu. Se pas një debati shumë të fort me Gjibanen, ti prapë nuk i mbajtë të mërë. Bre, Gerta, jem tu rëfy, bre, Gerta. Kam në karakter. Dresh që e hongë. Po këtu e kam mësuar dhe kam përmirësuar, tash... A i nërë u preferoj shpet. Po jo, po jem tu rëfy, tu këshu që kam mësu njeri, vlo. Tash që e kam mësuar për të re. Ore ti pas ka ardi pa mësuar fare këtu. Fare. E ke magari tjetër të thonë, a i lexueshem i lexueshem. Po e në ka bëhur që të tonëve, në ka lënë me gisht angoj që të në ka lënë. Shuj, notën e mirë, s'dvi ke radha kur. Shuj, as ty as mos tonë. Në TikTok e kjetë video kur dish, ka të zënë arsimtari me nëzonës. Shuj për A ka bëhur. Shuj se jemi të rëfy. Edhe... Qa po kesh një vërgur? Shuj për këta shuj se jemi të rëfy. Kam bërë një debat me Josin dhe vjen një sfidë. Thonë ndau një dy grupe dhe jam në një grup me Josin. Pas kam mësu gjitha këtu lartë. Për sfidë. Pas kam mësu jashtë. Gjithë këtu. Ori, gjë jashtë qa ke mësuar? Azing, unë jam 0, ti e ke thënë. A më lërë tani të flasi, ko. Oh, tiqa. është mund të respekti, vajtë. Vazhdo më lartë. Të kanë thënë, je më e lezetshme kur qesh, se sa kur shanë, po nisë. Që që më mirë që qesh të pak. Dhe të kjo ndihmon procesi që të vjen një sfidë dhe me Josin që bërë debat shumë, je në një skuadrë dhe të bashkëpunosh. Këtë për shumë në jetën e përditshme nuk e ke, se bërë debat me dikë. Ka dal nga tema. Jo. Ja, këtë kam mësuar. Tani në një studio televizive do kishte ullëritur me të madhe. Do kishin fluturuar gjithë shka i kisha vërtarë. A pe një gënjë për respektojmë, apo qohemi krejt për qëtu i vlo. Leda la verët, se do me pjedua. Leze, o bom për cigare. Leze, unë nuk rri, po jo, se një të respektojmë. A, jo, tani mos bë... A, dole. Jo, më vishë një banje për shko për shpar cigare. Ska gjithë se në mbaj dersa të kthesh pas cigare. Për i me? E mbaj. Ku ta zamë. Për i me?
në banjo. I tha, përi me? Ja, dhe unë e kom japë ma shpejt. Edhe, vërtet, kur Veta dëgjosh, Gjesti. kur të mbaroj gjitha kjo do më mungoj kjo shtëpi, sigurisht. Pa që do mungoj më shumë është Gerta, e cila ka qenë promotori i dinamikave të mia këtu në shtëpi. E kur mbaroj loja do e kuptoni vërtet se kush ka qenë aleati mu i fuqishëm këtu. Nuk e rregullon dot në këto ditët e fundit. Me mua Jo, po e demaskoj. Unë po e demaskoj. Nuk po rregulloj. Thjesht të tregojmë të vërtetën me që jemi në Nuk e rregullon fund. dot imazhin tënd ditë të fundit. Jo. Kaq. Thjesht po demaskoj aleancën tonë që Ka asnjë aleancë. po ti këtë do thuash. Ti këtë do thuash. Ti këtë do thuash. Ço do them? E kemi rënë dakord që kur ta them unë ti do thuash jo. Çfarë aleancë kemi? Çfarë thua më dalli që? Çfarë Okej. thua? Më do të hapi një debat të ri me mua. Jo fare. Të lutem vetëm Ja që i debat thanë ato jo. që- Vazhdo qesh. 3 janë Muskutierët e mia janë 3 ato që të kanë mbajtur ty Gerta, në lojë. Rozana Është e dhe vërtet. Valbona. E vërtetë është që të kanë mbajtur në Dhe lojë, unë është e D'Artagnani. vërtet. Ku nuk të lash shkaj cepi aty që të vegjetojë gjithkohë, është e vërtet. Prandaj dhe unë të falenderoj për gjithë. Sinqerisht, e di që jeni lezetshëm kur Është e debatoni. vërtet. E di. Kur E dim. Po tani kemi dal nga tema, atë që do marrë Ta me janë të vete, lezetshëm shumë. atë që do marrë me vete, se ashtu mbaronte, atë që do marrë me vete nga kjo shtëpi janë disa momente Po shumë thot bukura. çfarë? Do të thënë çfarë keni mësuar? Mund të ta them për mendje. Çfarë ju ka ndryshuar? Po pra, dhe tani dhe çfarë do merrni me vete? Çfarë do merrni? Kjo është pjesë e tretë. Mund ta them për mendje, po të kam shumë të thjeshtë. Jepi, sa ka pa ola erë. Ne, ajo që do marrë me vete është për shembull momenti më i bukur ka qenë kur dola nga dhoma e rrëfimit që bën Kastile. Të gjithë banorët ishin mbledhur këtu dhe u shndrisin syt kur më uruan kur më uruan ditëlindjen. Dhe sytë e tyre qeshin, ishte moment shumë njerëzor. Domethënë ne harrojmë ndonjëherë të jemi njerëz, të gjithë bashkë. s'ke fajti kur të erdhan ditëlindja unë. Po erdhe me shumë kështu ama. S'ke faj, normale. Edhe qeshje. Ti s'ma ke kthyer kurrë ashtu. Do të vinë Po të vënë se ditëlindje. kanë ndete VIP-i aty gjithkohës, nuk është se bërin Po, një pra, e kursim di, të madh e di. një gjë kështu. Po normal. Vetëm në një moment I erdha për respekt Aty dhe ulur te normalisht ai respekt, nuk e për ktheu respekt. asnjë moment atë respekt. ja po e kthej tani. Që jo tani s'më duhet. Fare. Mirë. Kur ishte për ta kthyer nuk e ktheve. Dakor. Tani nuk e rregullon dot. Okej, di. Ditë e Rregullon dot fundit. muhabetin me mua tani ditë e fundit. Nuk e gurullon dot. Hajde. Do ky që të harrohen çdo gjë, jo. Po që se vazhdojmë kështu, mbarojmë pas stresën në darkë. Nuk e di, doni të rrim deri pas stresën në darkë? Se kemi dhe punë tjera. Pra me vete tjetër, Do të thënë, momenti më i bukur, Rozana, ndis mikrofonin. Nuk jam momenti më i frikacake si bukur kjo. emocional. Ti lojtar frikacake. Ti vetëm bë thashë theme sa të loj ke bërë këtu nga fillimi në fund. Vetëm thashë theme. Po Gerta e bërë shumë e vërtetë për socin e madh. Dani me Jo, më çik më respekt. Dani me publikun thot, kështu që pak respekt për publikun që na voton. Për vete gjatë këtij, okay, shumë mirë. Më që erdhe këtu lart, më s'është për vetë. No, unë kështu nuk vazhdoj, pero them dhe Asu nuk vazhdoj kështu vllai ma. Jo, nuk Qofse do- kjo nuk pushon, në qoftë që çdo fjali që del, atëherë bie që tu mos kemi dokumentohet, respekt për neve- njerëzit që na dëgjojnë. Jo, nuk do. Gerta vazhdoni, thjesht unë e s'po ka them gjë. gjithmonë. A keni mësuar durimin këtu? Jo. Vazhdoni pra. Jo, unë se kam mësu akoma. Egli, se s'ka gja për të hup. Jo, është po shkon Andaj në do unë tualet. bashkë, Ema, s'kam va, mësu duro durimin. më. S'kam Po shko në tualet, apo shko, o Egli, shko tani se s'ka lidhje. Pra, siç e thash Po më tash pa, me mësu durimin, s'ka ç'bën. siç e thash. O Gerta po mbylle moj Gerta, mbylle pak se po flet laerti, moj çik më tepër respekt, moj çfarë bën moj? Çalli ke moj Gerta. se si flas, Edhe një loqi e vllai i madh. Po nuk di mund unë të se çfarë flasësh flas moj. këtu Po dhe ka se njeriu flas çik të respekt mua. moj Gerta, ka radh gjëja. Të lutem shumë, merr frymë dhe Je qëndro. shumë pak më e madhe se mua, nuk Çfarë kupton lidhje si ka? gjëra. Po çfarë lidhje mo ke një njeri më të vogël që është më respektueshme se ty. Okej? S'ka të bëj se je e madhe dhe duhet kesh patjetër respekt. Ja ku e ke spondije. Po merr frymë o Gerta. Gerta merr Ti frymë. për respekt Nuk mos ke foli, lider në se këtë s'ke lojë fare, ti dhe s'e nuk respekton është dot lojë, vetat. po është një gjë e Jo, u vërtet bërë ti që të
njerëzit kanë nevojë ta tregojnë. Kështu që më tepër respekt, të lutem. O Gerda, nuk mund të respektosh veten kur nuk respekton tjerët. Vazhdo, të lutem. Kjo është diçka që me ile që bën, sepse ke gjithë ditën mundësinë debatosh me atë, ecë nishe moj, po ç'ta kse të kemi neve tani këtu, të dërim dëgjojmë çdo komentin tënd, me çdo fjalë që thotë ai. Po jo, mos më no. Shkosh 30 gjumë. No, nuk flo fare gjumë, s'kam fitur ndonjëherë gjumë. Nuk kam fitur fare gjumë. Si mund të dorish njerëzit që kanë bërë më shumë se ty në këtë shtëpi kanë bërë. E di ti këtë? Se s'ke prekur ndonjëherë në gjë në këtë shtëpi. Në asnjëherë. E kupton? E madhja. Dhe jo vetëm publikun që na voton. O jo, njëri pas ke për punë të shtëpisë. Rrallë kemi respektuar. Të gjitha. Jam lodhur, valla jam lodhur. Dërje që janë. Pastaj, diçka tjetër që kam mësuar këtu është që shpesher të kem një vetë kontrol në përmjet gabimeve. Ke disa gjëra të cilat i bën në shtëpi kur je vetëm, nuk mund t'i bësh kur bashkjeton për 3 muaj me shumë veta të tjerë. 4. Dhe do takohemi dikur jashtë dhe do themi që ne kemi bashkjetuar 3 muaj për shembull me 40 veta të tjerë. Pa i njoft, pa kur pa ditë për ta pa. Kështu që falenderoj gjithë çdo edhe nga punonjësi më i thjeshtë deri tek tani përjashtoj veten, do nga punonjësi më i thjeshtë i formatit deri tek ai më i lartë, te finaliste e parë Rozana. Gjithë banorët që kanë kaluar prej këtej jam përpjekur të marr diçka nga ata, sa kam dalë nuk e di. Dhe e vetmja gjë që është e sigurt është nuk jam penduar asnjë ditë, përveç se në një moment kur theva atë shkronjën C, nuk jam penduar që kam hyrë në këtë rrugtim. Në këtë rrugtim do të thënë drejt maturisë, për mua e them. Maturin ndoshta e vonët, po jam çikshu. Ma mirë vonë se kur. Më mirë vonë se kur. Ka dalë dhe balla pikurisë? Sa po jo qa? Në 27 mars, për ditëlindjen e Timeti, shkova dhe operova. Ishte shumë signifikative. Kur të kam dalë, qa moshë? Po do t'a them atë në intervistën tjetër që do më ftosh. Beton vitë pari i thoqa këtë fjallë që të ti. Kështu që sinqerisht faleminderit për gjithë gjithçka. Jam sigur që po të ftovat, ke për dalë me vrapë. Po do jem pas te duke vrapuar. Do jem studi. Të me koku jazëm. Kalojmë? Kaq. Edhe shumë faleminderit, do me thonë, ne do jemi bashkë dhe për shumë. E qo, ma thike dhe mua. Pastaj 4 të tjerët. U dojgjën. Do më mungojnë shumë që do ikim, sepse janë ata që kemi ndarë më shumë kohë këtu, brenda. Kështu që tani, sinqerisht mund të themi që jemi si familjar. Kaq, faleminderit. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Jo. Jozi, jepi, fol. Unë e kam? Po. Vërtet? Po. Se është një këtej një andej. A mo jepi ta kalojnë stafetën, ti kur në barosh kaloj aty kuj tjetër. Ma bëj njeri pari, do i du njeri tashi, po nuk jam unë e para vazhdo. Hajde. Nuk e bëj unë e para vazhdo. Hiq atë turpin, atë... Me fjallë tuja, më vërë, si është? Si që flisje më rëmë. Me mora i pari. Jo, më kjo është e para. Po nuk është e para, unë të adha shty stafetën. Vazhdojt ti tani, le. Vazhdo gjesti. Vazhdojnë kështu si që nisët. Ja, nuk vazhdojt ashtu, është një këtej një andej. Më falorit, bëjmë ca letra me numra, se nuk kemi përtron kur dakord. Po jo më do vazhdojmë kështu si që nisët. Po jo mi se nuk e vendos ti. Jo, po jo, shumicë... Po pra, e lang kështuja. Edhe pak të njerë të nisë në andeja, gjithmonë ishtë në andeja. Hajde Gerta, vazhdoj ti pra, oke, Gerta, vazhdoj ti. Si që kemi bërë me ratë, qa ka një problem që nuk të thoni do? Po se di më që ka kjo. Eshte e para dhe... Sa veta jemi 8, 7. Ti je një djallë. Rio, Olorit, zena ime ja. Po një djallë, se si janë 2. Jam burë, nuk jam djallë. Djallje, as djallë nuk je. Burën. Djallë pasë. Pa Ti je qa? një djallosh. Djallë pa qa? Je një djallosh. A djallosh a gjesti më da. Edhe bim ratë.
Unë jam burr. Ai të kaloj stafetën, ti flet, thua 1 2 3 A doni ta vazhdoni? Pastaj e kalon. Se kuptoj ja jep Lorit. Alloj, kujt e ketë vogël që asë pasha këtë natë. Ky është ata që Kujt e ketë vogël ti. Që Anna ka Kujt e ketë gjetur vogël. pikë edukate. A të vazhdoj unë pra? Po, Prita! ha vazhdo tani le. Vazhdo se intro do bësh, hajde. Derisa të vi. Realizo pyetje ndërsa të vi. Ha pra. O zot. E pra të vinë gjithë. Hajde o Roze, o Roz. Po hajde më lalë se e nisa unë. Se kjo Bilbilesha nuk ka... Nuk e di, më vjen të bau në njerë kur flet, të lo dzuro. Të betohem. Të betohem. Jo, aj shumë ti të vë duart në gjak. Ti të merë thonjë, ti të jetë në gjak. Di se ku me prej. I bëra. Lela, le se po vazhdojmë kështu me radhë. Jo, më po i bëra. Ama, qa qitja i pejgoje për ty. Na. Kitë këti. Hajtë. Trashgëdja. Merë. Ha. Puna. Pesa. Merë Egle. Merë gjest. Që nuk është kjo? Më bjen, do më thonë nishi. Nënta. Nënta. Jo, është 4. Dyshi. Nënt ku ka në ndimi 8 vetë. 4. E Kush kjo është ina njëshi? është 7. Unë jam 7. Qa jeti Qa numri është Pedo, ti këtu? qa je? 4. Lori është njëshi. Dyshi. Filloj unë. Dyshe ka Lori Rozi. qa jeti njëshi? Dyshi, Merë. 6. Kush është njëshi? Po njëshi E iku nishi zemra. Për shkrujta më i Ka bëja bërë nga një 1.87. Si e përjashtojmë? Jo Kush nuk është po jashton, njëshi? ka shkruar nga 1.87, po çfarë jashton? Njëshi. Unë jam 7. Është njëshi. Është njëshi. Mos është gjesti një. Gjesti. Tresh është gjest. Bresh, bre jam bre. Tresh. Është Lori njësh ai që 6. ke. Është njësh ai që ke. Po s'kemi dysh, o vlla. Lali, njës, po e kena hek një Lali. Lali, hajde bën një këtë njani. Atëherë, Vazhdo. qëfar ju ka ndryshuar dhe qëfar do të merrni me veten nga kjo përvojë? Njëshi joti. Daniela e ka njësh. S'ka gjë se përfilloj njërë. Kush është dyshi? Është 7, o vlla. Është 7. Po më falë, po kjo si mund t'jetë 4. 7 është. Shikon ke falë. E ke Lali. po? A më se na ke lot nga koka, më na ke lot A nga vazhdojmë koka. Lali, ta vazhdoj unë? Qa numri je? Unë jam 4. Si mund t'jetë 4. Jam Si e 4, jam ku 4 pesa, është jam ajo? pesa Lal. Po ta nisim një andej, një këtej. Lori qa jeti? 6 me të thash. Nxirrë mëra 6, ku e ke sjellë? Gënjem, ajo është njëshi. Unë them Lori është njëshi. Është njëshi, po ha, fillo Lori, hajde tash. Tani Lori me këto? A shikon Lori që nuk e shpëtove dot. Nuk e shpëtove dot. Ma daj. This is called destiny. Mua më the Do çfarë vojë që i madhe. bën kështu. Gjë Si bën madhe. për vete tani? Do që mos ta bëj fare. Si dushme? Sigurisht bën për mua ti, për Par vete zollën e ke. jepi me seriozitet me vajzë. Pa jepi me vajzë, ja tregoj Jo, pjekurinë shqyr tonë. shpëtoj që të mos e bëjsh. Do, do bina në Ta fund. bënte, hajde, Jo, vazhdo. s'ka në fund. On fillim, leja më Gert, o Gert. Leja më ta boj. Ka nevojë ta lexojmë. Ora, ju vjen çik zor më. A keni seriozitet ju më vlla? Çajni ju më. Po seriozitet qa? Ju lutem blidhuni në living. Banor thot ju Dhe lutem. tregoj Jo, ai seriozitet publikut. s'keni ju, se e ta kaloj i pari ty dhe se bëre. Atëherë numit e ka taku ty, vazhdo. Va bene, atëre. Dani me qa keni mësuar gjatë këtij rrugtimi në Big Brother? Çfarë ju ka Çfarë ju ka ndryshuar? ndryshuar Okej. dhe çfarë do merrni me vetë? Çfarë keni mësuar gjatë këtij rrugtimi në Big Brother? Normale, është pjesa në të cilën është e parë në të cilën rri me të panjohur, edhe të menaxhosh marrëdhënie të ndryshme me njerëz të ndryshëm në një vend në të cilin në një vend në të cilin kam gjithmonë pikpyetjet e mia se nuk jam rritur këtu edhe gjithmonë kam pak si frikë kur flas. Edhe Jo, e ke qakut e fundit për të folur, mos e ashtu, mos e përdor më. jo, është në një kam frikë të keq kuptohem. Është diçka që vërtet më prek kjo. Kam gjithmonë frikë të keq kuptohem, kam frikë se nuk i kuptoj unë gjërat tamam. Edhe kjo është Kjo s'ka ndodhur më. Ka kohë që s'ndodhur këtu. është kam gjithmonë një hapësirë që nëse Kështu që
Kam mësuar të gjithmonë jam mësim të si të jem sa me paraqitshme në Prime, sepse nuk vi nga bota e televizorit në Shqipëri, edhe çdo herë në Prime për mua është një leksion i ri, një ditë mësimi e re. Fakti që duhet të flas, duhet të përgjigjem. Kam mësuar të jo, së bëj buk, kam mësuar të... U shikoj atë divanin, a shkëpute të në kjo. Jo, gjest, mos. Mos, gjesti. Kam mësuar të ri në sken, se dja të bëja. Kam patur mundësin që të mirja pjesë në disa vepra, spektakle. Pusho, gjest. Kam patur mundësin të mirja informacion rreth muzikës, teatrit. Pusho. Kam mësuar. Edhe ndoshta më di më shumë se ty, se ti di të këndosh, për tjera nuk i di ti bësh. Është dinacion. Kam mësu... Nëjse, vetëm të tjetra. Çfarë ka ndryshuar? Isha shumë e friksuar kur erdha, si kam thënë shumë herë. Isha shumë e friksuar kur erdha, avash gjëra ndryshuan. Mora më shumë vetbesim, gjë që nuk e imagjinoja. Tash do dilja para sa mirja vetbesimin këtu brenda. Kam përmirësuar durimin, po është e vërtet. Kam përmirësuar dhe pjesën e debatit, në jetën time s'më është dashur në njerë që të kisha debate aq të ndezura. Kam mësuar të qëndroj të limiti, mos të kaloj limitin. Kam mësuar... Çfarë tjetër? Kam koleksionuar shumë kujtime të bukura. Çfarë ka ndryshuar të këty është ajo mësim? E mbaroj atë të parën, tani kjo gjë e durimit, kjo gjë që di të menaxhoj më mirë debatet. Na kjo përvojë të marrësh kujtime të bukura. Njerëz mrekullueshëm, njerëz që më kanë dhënë shumë emocion, historira të ndryshme, forcë për t'i përballuar ato që do vinë më pas. Edhe kaq. Diçka që s'e kam mësuar është të menaxhoj të flas me njerëzit. Është diçka që unë akoma duhet të punoj. E kam përmirësuar pak, po e kam shumë problem. Kur do të flas para të gjithëve, është diçka që nuk më vjen mbar. Emocionet thot. Po, e kam gjithmonë, kjo është dhe një diçka që kam në të Prime. Kur jam për shembull tet-a-tet apo më është rrethimi i ngushtë e bëj. Kur jam kështu para të gjithëve, emocionohem. Edhe kjo është një nga arsyet nga që tani jam kështu si jam. Edhe ju gjithmonë më vini në dukje, edhe më bëni të ndihem keq. Faleminderit të gjithëve. Bravo Lori. Jepja dyshit. Nëma. Duhet ta lexoj të unë? Jo, më ç'do. Edhe jeni shumë edhe këtë që juve shikoni që një person është në vështirësi, ju ja bëni akoma më zi. Edhe asnjëherë se kuptoni këtë gjë. Faleminderit Gjesti, faleminderit ti Jozi. Edhe gjithë ata që e bëjnë këtë gjë për erë, edhe që komentojnë këtë gjë për erë. Po unë isha i që thash më lidhë më, ti zhduku edhe mësov njëherë banu mbyte atë lepurin që ke nga frika dhe rrikë shu edhe mësov mësë më thuj mu zhduku, sepse unë thash mblidhe vetën. Nuk është se duke më thënë ti mbyte, unë e mbysë me sekonda, është një proces. Moj se nuk kep se ke fri nga Lart Vasili. Nuk është da erti, nuk është vëla. Po ti ke thonë, e ke cilësu gjithmonë prej fillimit e ka marrë me frikë, kush është Lart Vasili? Nuk është Lart Vasili frika, nuk është Lart Vasili. Po jo më ti aty e ke, o e ka më Lart se një më mirë se ti. Ti e ke fol me vete, e ke mundësi në fol me Lart Vasilin, nëse ke mundësi, shpër një respekt, nëse jo, këtë zidja direkt thuj, jena të njëtë dhe qa. Ti blokohesh tu, jam kam mësu, e ke mendje tjetër kun. Nuk është e kam mendje tjetër kun, më kap takikardia. Po s'ka qatë kap, nuk kap jashtë. Po pse më kap takikardia?
Le i rafë të mija, i rafë, se gjithë ditë këtu, gjithë ditën një ndryshe, të kapë takikardia nga Lert Vasili, imagina, o zot i madhë. O zot i madhë. Ja hodën Lertit. Po marim shemull se a i... Kap takikardia, komplet me Lert. Mbledhe më vetën, Gjesi, kush është Gjesi për e teje? Marketing është e gjithë gjëja, si ja bën marketingun. E di, po e kanë vështirë. Po se ketë vështirë më është gjëja më e lehtë. E kanë Din ta vështirë. bësh shumë mirë, thjesht mbyt atë lepurin që ke Nuk është duke më... Leksionet pas kësaj. Faleminderit shumë, Gigjo, me atë komentin tanë. Atëherë ta filloj. Vazhdo numri 2. Atëherë, unë jam një vajzë e cila është rritur me televizionin, me skenën. Një vajzë që është rritur pa komplekse në jetë, një vajzë që është rritur e lirë. Edhe ardhja, vendosja për të ardhur në Big Brother, nuk ishte se ishte një vendim i vështirë për mua. Kam qenë gjithmonë drejt për drejt në jetën time, po të bëni një kërkim në Google, do shikoni disa intervistat mijat në një moshë fare të re, kur kam qenë shumë e guximshme duke pranuar gjëra që në kohën kur unë isha adoleshente, rrallë kishte vajza të skenës që mund t'i pranonin. Që nga ndërhyrjet që unë kam bërë dhe shumë gjëra tjera. Jetën time e kam bërë të hapur, ashtu si që kam ardhur ta jetoj dhe këtu, çdo ditë tjetës time. Dhe e vetmja gjë që mund të më ketë penalizuar në karierën time për të ardhur Big Brother ishte shumë pak ditë pas një fitore, cilën nuk e shfrytëzova as shpirtërisht, po as nga ana financiare, siç mund ta shfrytëzoj çdo artist që është këtu dhe gjithë e dim se për çfarë po flasim. Erdhi në një moment ku unë ju riktheva karrierës time, cilën e kisha stopuar prej 8 vitesh këngën, isha tërhequr nga karriera ime, një gjë që më dhimbte shumë, por sigurisht kam patur arsyet e mia për të bërë këtë pauzë të gjatë. Çfarë kam mësuar? Unë përgjithsisht mësoj shumë nga njerëzit edhe në jetën time private. Jam njeri që i dëgjoj, kam mësuar shumë nga më të vegjëlit këtu në shtëpi. Kam mësuar nga Loredana shumë gjëra për Italinë që nuk i dija. Dhe jam shumë mirënjohëse Loredanës për ato historitë e veta që më ka treguar, sigurisht edhe nga prindrit, edhe nga vendi ku Loredana ka lindur, nga Tragjasi. Kam mësuar për dashurinë që ka për gjyshrit, e sigurisht kam mësuar për dashurinë e prindërve të Loredanës. Kam mësuar për natyrën e Loredanës, se si është, kam mësuar për forcën e Loredanës, se si një vajzë në moshën e Loredanës ja ka dalë të mbaj një familje në këmbë, edhe kjo shpesh herë më ka bërë dhe të rënqethem dhe në moment që më flasë rënqethem. Kam mësuar që një vajzë në moshën e Loredanës mund të mësoj durimin, mund të mësoj forcën, mund të mësoj dhe dashurinë. Gjë që ne të tjera që nuk e kemi patur këtë problemi që ka pat Loredana, mund të bëjmë, Pas ke mësuaj shumë sa që edhe ke bullizim. Vlajma të riqem. Vazhdo. Jozi, vazhdo. Nuk po mblot flas. Jo, të riqem. Nuk po mblot flas. Këtë e shqetëson. Ke bullizuar? Një njeri që tregon se çfarë ka mësuar. Këtë e tregon mënyra se si ti mund të tregosh një mësim. Ka mësuar nga Gerta se si nuk duhet jesh. Këtë ka mësuar nga Gerta. Dhe po i merja gjithë me radhë, por t'i treguar të mirat që më kanë dhënë dhe fuqiat që më kanë dhënë. Por duke qenë që kemi një grua e cila është e padurueshme këtu, e padurueshme që nuk ka mësuar Big Brother i këtë gjë, mendoj që Bigu nuk i ka shërbyer Gerta Gixharit, ashtu siç më ka shërbyer mua. Kështu që po pres, vazhdo, Jozi, vazhdo zemra. Unë jam pesa. Pak qetësi që të vazhdoj, vazhdo. Jo, nuk vazhdoj. Jo, po s'mundesh ti tash në një moment që unë po tregoj diçka, që unë ndjej për ta treguar, kjo prishi rrugtimin. Jo, nuk e bëj, Morelar, s'ke bëj dot se më e kupton ti që po tregon një gjë të jetuar dhe kjo ta ndërpret.
sepse kësaj nuk i intereson që ka mësu njerëzit. Kësa intereson si t'ja bëj pis njerëzve atë që mësuar. Lorin gjithë kohës, për Jozin, për veten e vetë. Lori, falemderit, Shpirt. Dhe kur vjen puna, shi si e përdor sot për veten tënde. Për të dalë mirë në publik e përdor për veten tënde. Ke me thonë gjë? Po i kanë dhe gënjeshtare. Kush e ka mbas meja? Treshi, kush është Treshi? Gjesti. Që ma breve shpak kujtë për shpite. Jo, ashtu si qëtë, nuk s'ka. Jo, ma fola ashtu, po. Kingi. Ama sa të farë tjetër. Kam mësuar gënjeshtra. Ama tjetër. Po është veta. Po, e kam. Qarë keni mësuar, qëfar ju ka ndryshuar dhe qarë do merni më vete si përvoj. Si ju një si ishte qarë që më bëhet. Mos e lezu me ka që një hajë. Ma e madhe më thonë të mbjojë. Vesa të më ndu, një orë në noftë një gjest. Po që në lodhët. Qëka keni mësu? Qa keni mësu vetën? Ki, qëfar e ka ndryshuar? E qa du marrësh me vetë? Më thuj. Të së në vësisë më thërë stajnë. Në arrove Livian. Atëherë. S'përmëndi Livian. O, Gerta Gjigjari, a ka mundësi të pushosh se po fillon gjesti. Bëhu që ti e shëmbulli më i keq që mund të shohin tani publiku që po na ndjek, po shohin një shëmbull të keq. Çfarë problemi ke me mua? Sepse nuk, jam shumë kurioze të dëgjoj çka ke mësuar ti. Jam shumë kurioze të dëgjoj. Nga ty kam mësuar se si nuk duhet të sillet një grua në jetë. Okej. Emri Livia, vazhdo. Do flisja edhe për Livian, vazhdo. Do flisja sepse janë njerëz që më kanë shoqëruar në rrugtimin tim. Të mirë dhe të këqij, kam vënë një gur në atë murin që kam ndërtuar. Në atë murin tim që kam ndërtuar. Që ke qarë këtu me tani qëllimisht po e bën E bën qëllimisht. E bën qëllimisht. Po në rregull moj, edhe unë nuk ka besoj të të gjana, po flas moj. Shko vill. Në ditën e parë Vazhdoj nga më e vogla dhe do kishte dalë edhe Livia. Qa që të sonë me vajzë? Nuk përmend Livia, sepse këtu ka shitur si shoqërin, si Nuk mundesh! Nuk mundesh! Po njerë, po bëllë, besim të erë tjetra, po bëllë, moj! Vazhdo. Nëse keni durim, a keni mësu durimin? Jo, ke jemi në punë, nga ke shmendur, edhe po pushomi njeri, po pushomi njeri, Po a me ndonë se nuk i dim, po Gerta. Jo me respekt kemi dëgjuar kur ishim 20 veta në shtëpi se sa tet. Gjesti, Njeri nuk e di pse jeni. kush të dëgjon ka respekt, kush nuk do të dëgjon. Kjo që s'do të dëgjoj, mos të dëgjoj. Ne do të flasim çfarë do Gerta. Ka nevojë me të rezervat Ka nevojë për rezerva. Njeriu tregon atë që do të tregoj. Gjesti ka mund të fillosh. Nëse nuk flet, nuk është fare im. Po unë nuk mund të dëgjoj brockulla. Moj Gerta. Kështu që Po le, moj vajzë, futi kishtë në veshë dhe mbyllë. nuk është furt 5 minuta dhe me ik. Vaj mami, lutem, unë nuk mundem kështu. Vazhdo Gjesti. Kusho pash madhin zot. Kusho. E mërtoj një broçkull. Pusho, shok, të lutem. Një. Aman, leja. To që tha kjo gjithë. Një. Bolë, leja. Pra, është gënjeshtër që Lori e ka mësuar për Tragjasin. Lori. Është gënjeshtër që Lori e mësoj për Italin. Nuk përmandi Si Livia. ka Kjo s'përmandi Livia, është e shtirur ma. Ka mësuar. Razana Rodi, okej. Je super e shtirur, Mos tani zonë dhe bëjsh kërkofalje. Kërkofalje u gjem tani. Dhe jetu të e përdorë. Pjesën e rukëtim të banoj për që këtu. E fillove që më Gjesti vazhdo. Që në tajë bravo fillosh me të përdorje. Gjesti vazhdo. Shu e më njërë, bo. Hajt. Tregimtarja. Hajda, po vazhdojnë. Po, vazhdo, Gjesti. Vazhdo. Shpërgojmë heq pelona ke këtë madhe. Desart Kelmendi. Desart Kelmendi, njoftë kënë Gjesti, qa ke mësuar ti? Jo, qëfar ju ka ndryshuar? Qëta njerë për du, qëfar ju ka ndryshuar? Që më ka ndryshu mu? Flokët. Ndryshu si në folëm, si në pamje, si në të menum, si në të folëm, si në tecum,
si në menim, si jam moj njëti, që shumë kom. Jam këtë tjetër për këto po foli 3 muaj, dhe më thonë jashtë nuk kisha mujt me ndryshu për 5 vjetë këtë qëto mi bo. Bravo, kjo po, është vërtet. Po, qysh jam vesh nuk vesh na mo, edhin, që qysh kom folë s'foli mo, e kom në atë kuptimin. Që kjo, që më ka ndryshu është që kjo. Kam edhe do në regull. Rafeu, pra mësuar për veten. Kom mësu që në sfidën që kom pasë në stërm, që kom nejtë 16 që ty, s'kom besu kur që e bëj që të sanë. Kur njetë, në kuj liber me nejtë 16, pa, harrëja, ish kur së kësha menu jashtë që e bëj. Për 2 minuta e më kom të elon krejt. Kom besu që kom, unë e di gjithë, ku pasë durimin, arme ma të fortën, po për që kom që ka shumë s'kom besu në herë. Edhe kom mësu për veten, po shta du të më konë qetë me menu pak, përtni. Kom mësu qysh me dash, qysh mu silë me njerës. Sa herë që i kom mësu më këtë ftyra të dinë, edhe kur dënë dikush me thonë diçka e di që farmenimi ka. E kom mësu qëta. Që vetja, nuk e kom besu kur që jem një qësi njeri. Që muj me bo qëtë sanë. Që jem një njeri për qëtë formata, që muj me mbrojt vetën, ose që muj me bo loj, diçka. Që di me fol, tu me miliona shikusa, që ta kom mësu të vetja, që për një me krejtu i kom bone. Kur se kësha besu në herë. Kështu që, po mësu dhe dësane tjene, po nuk jenë diçka shumë. Edhe i fort e mësu që shme konë, ko mësu të vetja. Qa ke mësu? Më konë i fort. Më qënë i fort. I fort me e të Jepi se nuk është pyetje përgjigje, s'është intervistë. Ose e këthi ki qafën ande. Gjesti, qafa. Të ma qitë men të ashti. E harove qafën, në? Ke mësu me rejt. Si ke ka njerja për sotën si Loredoni. Loredoni, kam zëpëtar, ke gjithë të shmu shprej. Nuk i nevoj më tutë. Qa do marrësh me vete? Prej bre. Robat si ka hinë ta. O, Zot, pjep durim. Më shumë. Edhe kom mësu të vetja, që sa më shumë që po lëndona është maj fort po bona. Aq më shumë po? është maj fort po bona. Okej. Me edhe që kjo është një arsye shumë që... Okej. Edhe qëfar bete mërni me vete. Me vete s'ke me morë sankrit, t'ke me dek një ditë. Nga ky format. Opa! E di, bre. Ka me morë një besart shumë të përmisum. Ma vodhe. Prej këtu. Po. Shumë i përmisum, i vedishëm. I pse? Pse më budale vëlla, ka me morë me veti, kur dalë, një besart të përmisum. Të vedishëm. Të vedishëm. Po. Pa të përmisum Fjali morë. kemë shumë këtu, bile. Pik, Pa dhe. pik, është shumë mirë kjo. Pik, po dhe. Një besar që si ka pas 2 lidhje, po kalëzëja petë që i ka 2 lidhje, së s'pëjhin të ashtë një adem. Po dhe. S'pëjhin pa lidhje. Po dhe. Po dhe që si ka pas 2 lidhje, po u mësova vëlla, a e tu koptu. Po kushtë ka një? Po, e mësu me pas 2 lidhje, po të kalëzëj që i kam 2 lidhje. Në regull. Si letëson. Qa ka me morë me vetin e sen? Teshat i kom pali bu. Gjithë rrosë, që ka sjellë të. Karikën e gjertës, ka me më jajë. Jo, të marrë vetë. Karikën ti. Paldo. Pra, që po më shte fele, vlaj, man, qa ki me morë me vetin, prej të shpa.
Dhe që falem me vetën ka kjo përvoj. E the pra Besardin e përmirësuar, e the. Po, dhe po. Më dhe të vetishëm. Do ke thonë, po të bëjbe, jemi duar të rokit. Nuk është fjalla vetëm për sende aty. Po, të pedi. Në i send Jo, personal. për pedi, po të nguzë, po. Qa do marrësh me? Po, ta dhe një sen shumë të rëndësishëm, se jem të em ledhë, kështu, a di se shumë thjesht e thëmën, e fa 2-3 fjallë, nuk kam nevojë me i fillit. Që kom e mund me vete, më lo, qa po ta Ne, po e harrum do t'a s'jelli. Po e harrum. Edhe prejt veç pak, që në punë. Po Eglin, thoj Eglin, o vdal. Veç pak. Krejt që kom su, me rëndësishme që është në këtë Big Brother. Qka, është me mondhe për mu që kom su këtu men. është që jem su me dash venin tem. E ke thënë. Pa shas zote, e vitë që ato e kom më të rëndësishme. Që lëd dhe më thonë kom kajt, pa shas zote. Kom kajt për venin tem. Qëtë Big Brother ma ka thonë me dashtë. A din se kur vike daja, kur vike migja, për jashti e po të shim token. A din, dhe isha, që ka po këtë filma. Isha, e pas ka morë molle që ka të shumë këto. A din, po tash pe këptej që sytë më kanë shëru me pa veç njëherë a din token të dera. Sinqerisht. Bukur. Kështu që, a din e mësu që to që me dashtë, do me put token, si të shkej ka me put. Kësh malë për vendin tonë. Po, sani matë malë që më ka mësu. Po, edhe këto tjera t'janë normal, tjera, s'po di më me sen më shumë. Veç, në që farë, s'kam në sen më shumë. Kam më shumë, sa dush, po s'm kam me i fellë. Ti s'ke qënë në tokë të huj këtu, po gjithsesi. Po, obër po thëmë me pota në ato... Kuptoj. Katunin e vetë. E thash kesh, e përmisaj. Qartë, e kuptoj. To ke me dasht venin ku je lind. Ndjesi shumë e bukur, gjithsesi. Katunin e vetë, thot. Po, dhe vla, venin ku je lind, okej, mos me haru kur. Pa tjetër. A din, që tonë e këmë su. Shpresori. Edhe normal që tash për spekve mirë që ka mërë mundi të dera që ty 1 metër 4 orë po me put. Mire the, pik, baroj. Po, dhe vla, 4. se dhe ta së spjegova mirë. Jo. Bravo, po, bje për dërë trokitjet, betom si kemë su këtë fjallë. Jo, ishte shumë i ndjerë, ishte shumë i vërtet, që që... Bravo, mirë tash. Jepja Gertës. Qëfar keni mësua për vetën, po një deshta që kom mësu që une nuk durzona. Qa do që po më delë për balë, une po bi në dy gujë, shumë e vërtet, po që una, s'ka dërzim. Dhe i kiamet. Zhak, qashtu, sakat, Thuaj që nuk dorëzojmë si Gerta, thua. Thuaj që nuk dorëzojmë si Gerta, se ma the dhe dje dhe për dje. Ma ke thënë 2 herë. Po. Zarfi, që duhet respektuar, thot, rëfim, nuk është bashkëbizetim. Se cili flet, nuk e ndërpresim, edhe si kur të thot, brot shkullën më të madhë, nuk e ndërpresim fare, vetëm dëgjojmë. Vetëm dëgjojmë. Une miroj më rëfy. Pimarove, tani 4 e ka, numri 4. Po, pret se për publik edhe për krejt e kam. Pret, mëse kam edhe në një diçka që po mbjen me në dërani, ju lutëm. Po, dhe vëllo, sa në zbojmë quëm pishtu i gatujmë pasojnë sa më. Nuk është bashkëbizetim. Po, e di, po. Do durojmë se këtu jemi, s'kemi pun tjetër. Po, ndryshimet e thash që më ka ndryshu, po... Me vete e thash, që ako me qa marrë, një bësartë shumë të shkelqyshëm, të përmisum, të vedisum, që është të najse, thash po të. Mire ke. Po, okej. Edhe mali për vëllimje. Po, ato që e kom su, do më thonë, ajo konë, baba, kingi konë ajo për mu. Okej, që ka që pota publik i dashur, ka dhe shumë sene tjera, se nërma së qenë veç këtu, 160 dit asaj kam, ka dhe shumë, po, një ndër kërësorit jenë qëtu,
Faleminderit shumë për çdo sen, faleminderit shumë. Për çdo votë, për çdo klik, për çdo... Ju dua shumë, faleminderit vllai i madh për këtë eksperiencë. Hajde. Jos, 4. Jam 5. 5, kush 4 ka? Gerta. Jeta mbaroj. Baroj. Ta mbaroj numri 2. Jo, unë e barova. E mbarove, okej. Qa numri është tani? Jo, 4 shit ashtu. Di që jam unë, apo jo? Po. Është këtë mbalja, se Gerta të fula, është këtë mbalja. Gert, veç këtë mbalja, mush me prit? Po. Okej. Shko. Rozana ndonë në rëfimet. Rozan, dush me thonë, kështu që s'ki Që ta vazhdojsh normalisht. s'ki qka bën. Ti mos fol se më thiri vllai madh. Kështu që mos fol në gojë autoritetit dikujt tjetër. Boll të dëgjuam. Tash duhet të vazhdosh normalisht. Boll të dëgjuam, o vllai madh. Boll. Duhet të vazhdosh. Boll të dëgjuam, je bëre tepër këtu në shtëpi. Do më dëgjosh dhe mua, kur të flas. Do dëgjosh dhe kur flas. Jo si me cigare. Prandaj ke punë me durimin. Do dëgjosh atë që Cigare. E kam probleme, kur flas në publik më kam. Veç nuk... S'pasta. Që e pi për gjysë. Veç nuk dush mu... Një gam, nuk dush kompleks. Ti e ke parë dhe në Prime, nuk flas shumë E di, keq. po dush me jam, s'dush me pas kompleks, s'do të më tarë marrë. Që më mësoni si të mos vjetë qatë mak dhe cigare. Të pak me ka tush, ose të përndim. Si mos të vjetë qatë mak dhe cigare. Thuaj, këtë se s'kam arrit me mësu, kam mësu gjithë të sene, thuaj, po këtës jam duke mësu akoma. Janë këta kom qef. Dhe kërkon dim dhe thuj ma mësoni. Po kom qef me këto. Ku e ke qatë makun tim? Se kom. Qatë makun në rozë. Se kom, A mos thuaj se kam unë. jo. Qatë makun rozë. Se kom. As ta komoj. Do e mbash gjithë kohës këtu në të fsheu në xhep. Jo, më vëllo. Dhe ajer të më ka thonë. Ku e ke? A i Një ke me me ngjyrë vete? egle, ka një me ngjyrë tjetër në korosë. Jo, rozë. Të verdh. Pa. Çakmaku e çakmaku kanë gjyrë im. verdh. Qatë makun rozë është i imi. Nuk dush me pas komplekse, që shfol qëtu, dush me por edhe në prajmë. I njeta, vish dush me konë e njeta, si të bëj vetes, më nush me konë tjetër kush, qau. Nuk e bëj dot, nuk e bëj dot. Vish dush me konë vetë vetja, bre. Shku shqipe, Elshan, bre, lëshohat zonë, drejt që jam. Qështu menoj, vla, menim jam e që kë, jo bobodall, jem bobodall. Qka ko? Po, mërë, vla. Edi, ja jem karuj. Ri aty. Fol, po mos bë lëvizje. Jem karuj, mërë burë. Vish vetë vetja dush me konë. Në gjithë sanë. Atë kam problem. Ti fol e krejt, po ti si vje prajme ti e huk. Jem fillet. Më kap emocionin dhe menaxhoj Po shumë edhe keq. mu mërë tonë kemë emocion prajme, e normal. Dritat se po në oren po më shë zamra, le mo nëse më shumë. Po dhe tash për shumë flas në publik kështu e di që janë kamerat e ne më janë tek e kryesisht që do të flasim të mamë më kap emocioni se më kap këtu. Ja, me në Edhe më jashtë kemi- që del, ti kur je vetë vetja, disa mirë del. Se je që ky, ti si kupton si edhe tuja, ti je që ky. A del shumë sakë. Me sa më Stiozi ty. se njëri është interesant, shumë është interesant. Si të folëm, si në gjithë shka. Sinqerisht, mendon se Jozi është lujt me mua? Aski kapacitet me pa. Kur Jozi ty, për shamë, të ka bëksi gjest, të ka zëmë. Në fillim, atë ka bëjë Jozi Mendon se kësi do të më gjeste. qesi poshtë? Atë ka bëksi gjeste. Mendon se do të më qesi Po të mend, një gëm, ka gjetë ty për Loredon. Besëm, unë ta thëmë si vlau, unë nuk e kom për Lori, se hala së më një shfar tipi jam, seriozisht. Ala? Hala nuk më një shfar tipi jam. As ta s'ka mund, as këta, as egli s'ka mund me më kuptu. Ose si shoh kamerat, kur të foli se që, ose si shoh, besëm. Dë betona, kur të thëmë që valla, o të dujt kesh, Do të më qesi apo me keq. qatë boni me pjatë. Vish me të bo nervëz. Do Vish të me më qitë për kontrole me nëzirë debat me ty. Se me tjerë s'po mundet. Mu të në korë vja masi dështumi, a ne, legen, a ne, vish me bo debat. E ka kop finalja, ma, shkur shqip, o ka të përdorë. Qaq. Se kur e gjon piket që ti lëndohesh, që egli shtasha me bo nervëz egli na, që shtasha shak.
Qëta shëshën, për një minutë, se njeri kur dënë, ka diçka ma shumë, me bo gjeloze, nervoz, kollajo shumë. Shumë e thjeshtë. Me një vepërm e bënë. Se preket për i teje, se e dënë, për qëta. Shumë e thjeshtë. Kështë gjelë? Vëq ty për do me të bënë nervoz. Jo, bëra, s'kudo. Vëq ty për do me të bënë nervoz. Me lujtë, se s'po mujtë me bëtë të tërkon. Ty të ka gjetë, edhe qao. Po është gjëna, jo. Ajo është gabim. Se po më qëtë për kontrolli gjatë gjithë kohës. Ha? Po më qëtë jashtë kontrolli gjatë gjithë kohës. Dhe po, se e ka gjetë pikën mu. Aj, ti për që sërëzish me ta? U përlëshë me neve këtu? Ajo dhe kemë gëtë, bëna që shtyshë. Aj, ma mua ata shtë. Pa. Nuk është e drejtë kjo fa punë. Tjetër, s'ke pun tjetër, do t'a ndërpres. Po ndërhyn vënd e pa vënd. Atëherë je pa formuar. Ndërhyn vënd e pa vënd, je pa formuar. E pa formuar totalisht. Totalisht. Nuk jam vënd e pa vënd. Numëroja më vonë. E ke këtu në shtëpi, numëroja më vonë. Ky është një moment specifik. Po, ti tani po ndëri vënd e pa vënd, sepse Jo, po them të vërtetën. Po them të vërtetën. Ju e vazhdoni prapë, bolltani. Ka mbaru me ko. Kush e ka radhë? Gerta. Gert, me mendja që të më slebër, Gert, për jem për publik të full që kena mësu pi këti veni, bërë zotit të rujtë. Jemi të gjithë, besoj. Në këtë Big Brother, qëfar ka mësuar në këtë Big Brother? Ka mësuar që duhet të bashkëtoj me njerëz të cilët edhe kur nuk i kemi për zemër, sërish duhet jemi me ta, të ndajmë ambientet e përbashkëta që fillon, po themi që nga territori shtëpis, ku shpesh herë do duhet që gjëra që nuk pëlqejnë qoftë edhe në higjenë personale apo estetikën, rregullin, në përgjithësi, gatimi, kuzhina etj. Të gjitha këto janë element që ndonjëherë të nervozojnë, domethënë kanë të bëjnë me të paktën edhe me natyrën time, duke qenë se jam një natyrë paksa estetikën e kam shumë qef. Jam e fiksuar domethënë nga ana estetike dhe këtu kam mësuar që të duroj për këtë aspekt. Për shumë gjëra të tjera kam mësuar gjithashtu që durimi në fakt është pjesë e imja edhe jashtë. Unë jam një person që kam goxha durim edhe jashtë, po këtu do më duhej të duroj fyërjet e rënda, në të cilat ndoshta jashtë nuk isha mësuar. Me thënë vërtetën nuk kam marrë fyërit të tilla, unë nuk kam marrë kurrë jashtë. Të jem realista. Fyërit të tipit që unë i kam përmendur dhe shqetësimet më të mëdha që kanë qenë që mua më kanë vënë, po themi në pozita të vështira në këtë shtëpi, kanë qenë shumë ditë ku unë nuk jam ndier mirë dhe kam mësuar se si duhet i fsheh këto emocionet mia ku vërtet jam ndier shumë keq. Ju ndoshta nuk i keni mësuar kurrë këto momentet këqija të mijat, këto emocione, dhe kjo është gjëja më që unë kam vlerësuar pikërisht te kjo shtëpi që më ka bërë të përballoj fyerje të rënda dhe njëkohësisht të shtyp emocionet e mia duke jo vetëm në sajt të durimit, por edhe në sajt të dinjitetit që do doja që ta kisha gjithë kohës lartë në këtë shtëpi, dinjitetit tim, dhe këtë e kam mësuar që me durim dhe me kohë çdo gjë të shkojë në vendin e vet. Pra kjo ka qenë
forca ime më e madhe, që digniteti do vi sërish në vendin e vet, kur shpeshherë ndihesh shumë poshtë në këtë shtëpi, dhe poshtë emocionalisht, por sigurisht edhe e fyer. Dhe këtë e kam kaluar, dhe këtë kam menduar se do ta kaloj me kohën, dhe kështu e kam kaluar në fakt. Këtë moment. Ditët këtu janë gjithmonë të ndryshme, janë ditë të gëzueshme, ditë të mërzitshme, ditë nervoze, por unë kam mësuar që këto ditë ti klasifikoj si ishte dita e fundit në Big Brother për mua. Kështu e kam menduar. Dhe në ditët kur unë nuk kam qenë mirë, e kam menduar dhe i kam dhënë forcë vetes që duhet ta shijoja shtëpinë si dita e fundit. Ka qenë motivimi më i madh në këtë shtëpi që e kam folur shpeshherë vetes time, që mos të resht kurrë së ndaluari, edhe kur gjendesh keq, edhe kur mendon që ke humbur betejë, ke humbur sfida, ose ndjen veten të humbur në një debat, po themi, sërish unë jam motivuar nga forca që vërtet unë jam përgjithsisht edhe jashtë, kam një forcë shumë të madhe brenda vetes dhe ja ushqej vetes këtë lloj force edhe jashtë. Por këtu më është dashur që ta bind veten edhe më shumë akoma, që përballë shumë banorëve këtu, pra 30 e disa banor, sa kemi qenë në shtëpi, do më duhet që të gjeja forcën për të përballur me to. Aq më tepër që kam qenë, mos harroni që kam qenë në një pozitë shumë të vështirë, sepse kam qenë e nominuar çdo javë. Pra, kjo ka qenë absolutisht një peshë shumë e madhe tek unë, nominimi çdo javë, ku mua më ka ngritur nga krevati edhe në ditët e mia kur kam qenë sëmur, edhe me temperaturë madje kam qenë prezente këtu. Ju kur nuk e keni ditur gjendjen të vërtet reale time, sepse unë kam fshehur dobësitë e mia në këtë shtëpi, sepse nuk kam dashur që kjo të përdoret për asnjë arsye tjetër, por duke ditur që të gjithë banorët këtu i përdorin dobësitë tona, të njëri tjetrit, edhe në ditët që kam qenë smur, kam gjetur kurajon për të ngritur, sepse kam qenë çdo javë nominuar. Kështu që, pra, forca që kam gjetur në këtë shtëpi, tek vetja ime, është shumë herë më e madhe se ç'unë kam patur jashtë. Dhe pikërisht nga kjo, më ka rritur akoma dhe më shumë vetbesimin, të shtoj dhe vetbesimin tek vetja ime, të besoj tek aftësitë e mia në këtë shtëpi, të besoj se do t'ja dal, dhe të besoj se në çdo debat duhet qëndroj aty, të përballem, edhe nëse nuk më ka ardhur mirë për fjalët që më është thënë. Kështu që kjo ka të bëj pikërisht me pjesët e formimit të një karakteri akoma dhe më të fortë, pra. Jo, rrëfimin e jetës, Gert. Si? Se kem rrëfimin e jetës. S'është rrëfimi i jetës, është i shtëpisë. Po flas vetëm për shtëpi, nuk po flas për jetë. Edhe unë mund ta më një fillit si ti me fol që tu. Boll shok. Mbarova këtë. Smujtë me fol. Çfarë keni mësuar thot? Pastaj, çfarë ju ka ndryshuar? Pak a shumë i thash të dyja në një. Çto? Si? Ja se nejse, s'duhet duhet komentuar. Kam ndryshuar këtu tek kam ndryshuar sigurisht pjesën e durimit, ku duhet të durojmë njerëz që nuk i kemi dëshirë t'i dëgjojmë, por duhet të durojmë. Sikurse dhe ju mua, sikurse dhe ju mua. E thash, sikurse dhe ju mua. Patjetër, besoj është për të gjitha gjë. Nga ana tjetër do të thoja që ne kemi përballuar shumë sfida jashtë, domethënë duke patur parasysh edhe moshën që kam, statusin, karrierën, familjen. Dy shtyllat kryesore të jetës janë familja dhe profesioni. Dhe jashtë jemi përballur me sfida. Unë personalisht jam përballur me
me sfida, me dështime, me vuajtje, momentet vuajtura të mia, të emocionale shumë të forta. Por jemi mësuar që jashtë këtë lloj gjendje ta fshehim dhe ta lëm aty brenda familjes. Nëse dikush, nëse problemi yt shkon tek familja, domethënë është e izoluar, pra dhe ti në një farë mënyrë mendon, okej, këtë situatë, këtë problem, këtë dështim, këtë vuajtje tënde, ti do ta kalosh me familjarët e tu, janë njerëzit e tu më të dashur ku do të qëndrojnë afër në çdo situatë vështirë. Por ndryshimi që ne kemi duke qenë se jemi këta që jemi persona, po themi, deri diku nuk jam edhe aq shumë e njohur në publik sa që mund të jetë Rozana apo Laerti. Ndoshta jam më pak, por ideja është që këtu në këtë shtëpi neve do duhet që të jemi të zhveshur totalisht nga gjithçka. Unë personalisht e kam menduar si? Të zhveshur. Të zhveshur nga gjithçka. Të zhveshur totalisht nga kjo guacka që ne ndoshta problemet, sfidat e të gjitha ne i lëm aty brenda familjes dhe i kemi me to, ndërsa këtu na duhet që të përballemi me një publik. Gjithçka këtu, reagimet tona, emocionet tona, dihet që i kemi përballë një publiku shumë të madh dhe kjo mua personalisht më bën që në këtë aspekt unë jam përpjekur që ta heq komplet nga mendja të qenurit përballë publikut. Kjo ka qenë sfida ime më e madhe me veten, ku veprimet e mia, qoftë edhe larjen e dhëmbëve këtu, apo reagimet, një fjalë më tepër, një fjalë më pak, apo një fjalë dhe gabim, se edhe kemi folur gabim, nuk është se kemi folur gjithmonë korrekt, do duhet ta bëjmë zhveshur fare, pra, në këtë kuptim e thash, përballë një publiku. Dhe kjo ka qenë sfida ime më e madhe brenda kësaj shtëpie, ku duhet totalisht të marr përsipër që dhe të çkompleksohen nga ideja ku jam gjithçka unë këtu e bëj përpara kamerave. Qoftë edhe ditët e mia më të këqija, qoftë edhe me flokët e pakrehur, dhe në të gjitha të këtij lloji. Por që jam përpjekur me këtë lloj sfide ta shtyp brenda vetes dhe ta çliroj për atë dhe të dal pikërisht tek ajo Gerta që unë jam edhe jashtë. Unë jam një natyrë pak shumë komplekse jashtë dhe prandaj pjesa më problem që kisha në këtë shtëpi ishte kufizimi i shpirtit tim të lirë, i kësaj Gertës, pra që është pak komplekse jashtë shtëpisë. Por që unë mendoj që këtu ja kam darë dhe kjo është një nga pikat që unë po them e kam patur si problem në fillim dhe e kam ndryshuar. Nëse e vënë re në fillim, pamjet e mia kanë qenë të tmerrshme kur e shoh veten. Kam qenë shumë e shkujdesur nga pamja ime, domethënë sa që nuk po dija se ku isha. Kisha sigurisht qëllim lojën, po jo kujdesin estetikën, edhe nuk isha shumë e kufizuar në shumë gjëra, dhe kjo ishte ajo që unë kam shtypur këtu, që kam ndryshuar. Ndërsa, çfarë do marr me vete, do marr karrikën time jeshile aty. S'ke shans. Karrikën time jeshile, sepse ka shumë domethënie për mua në këtë shtëpi. Ta sjell Brune si një. Patjetër që do ma sjelli Brune, si do ta vendos aty në një këmbë të shtëpisë. Dhe duhet marrë dhe këtë divanin në kuq këtu. Ka qenë, se po shikoja që një shkoputet. Merë një jastik ta kesh të marrë dhe divanin në kuq, sepse patjetër bashkë me një jastik, që të shikoj digital Albin rehat, do me thëmë përballë. Dhe gjëra materiale, qartë e kuptua. Por, shiko, me vete unë do marrë kujtime shumë bukura, do marrë, faktikisht pata një ndjesi shumë bukur kur dolëm, për që vajtëm në studio, pra. Dhe kur pash gjithë banorët aty, pata atë ndjesin, pra si kur Big Brother kishte mbaruar dhe ne ishim në atë momentin e fundit dhe unë për një qast
mendova sikur mos isha në shtëpinë e Big Brotherit dhe do isha sërish me ato banor. Dhe kur më foli Ambri atë thash më ka marrë malli shumë, sepse ishte një ndjesi e jashtëzakonshme. Domethënë, për një çast mendova veten jashtë shtëpisë. Dhe atë ndjesi e provova. Është ndjesia më e bukur që kam njohur këtu banor, të cilët të gjithë artistë, të gjithë shumë të veçantë në karakterin e tyre. Dhe jam shumë e lumtur që në këtë Big Brother gjendem me këtë kast banorësh. Me thënë të vërtetën dhe këtë kam shumë të sinqertë. Janë të gjithë banorë ku ne mund të ndajmë momente shumë bukura me njëri tjetrin, ku ne nuk mendojmë asnjë moment sepse ndonjëherë jashtë fillojmë dhe selektojmë njerëzit me të cilët ne rrim. Unë nga shtëpia e Big Brotherit, nga të gjithë banorët, nga i pari deri tek i fundit, nuk do selektoja asnjë për të ndenjur jashtë kësaj shtëpisë, sepse me të gjithë ata kam momente shumë të bukura dhe kur të dal nga kjo shtëpi, dhe doja shumë që të merja me vete kujtimet më të bukura kësaj shtëpie, të gjithë çastet ku ne kemi qeshur pafund me njëri tjetrin, ku edhe kemi luajtur me njëri tjetrin, dhe gjithsesi do doja që mërit do doja t'i lëja brenda kësaj shtëpie, jo jashtë. Kam pak dyshimet e mia në fakt me dy persona, me Lajretin dhe me Valbonën, sepse nga ata janë prekur më shumë. Dhe me thënë drejtën, jo ai shumë, nuk e di pse nuk më ka prek ai shumë Rozana, se sa më ka prek Lajretin dhe Valbona. Nuk, do me thënë, nejse. Por, gjithsesi nga kjo shtëpi do të marr kujtimet më të bukura dhe jam e bindur që kur dal do flas pafund për shtëpinë e Big Brotherit dhe është një eksperiencë e paharrueshme. Është një eksperiencë që jam e bindur që do të jetë gjurma më e madhe në jetën time. Do të lë gjurmën më të madhe shtëpia e Big Brotherit, kjo eksperiencë, sepse siç thash, ato sfidat, ato problemet dhe të gjitha këto dështimet që unë kam kaluar në jetën time, unë i kam brenda familjes time. Dërsa kjo është gjurma më e madhe që do të mbetet, sepse është një gjurmë që mua ma kanë parë të gjithë. Pra, Gertën këtu e kam parë të gjithë, se mos më pëlqej të flas Gertën, po. Mua më kanë parë të gjithë këtu, se si jam. Dhe mendoj që do të jetë kujtimi më i bukur në jetën time, është shtëpia Big Brotherit. Është eksperiencë e paharruar, eksperiencë shumë e bukur që do energji të papara, do shumë vullnet për të qenë brenda kësaj shtëpie dhe për t'ia dalë në fund. Kështu që të gjitha do t'i bëja një thirrje të gjitha atyre personazheve të cilët i kanë thënë jo, kush e di se sa herë ftesën, sepse un kam qenë një ndër to, që në Big Brother VIP 1 dhe deri te 4 ku jemi, pra kam thënë jo dhe te 4 vendosa, nuk e di sepse vendosa, por gjithçka unë kam me ndjesi dhe me intuit, kështu veproj dhe jashtë, sikur se ka qenë te vendimi im për të ardhur në shtëpinë e Big Brother VIP 4 këtë vit, e pata këtë ndjesin që po Gerta, këtë vit duhet hysh në Big Brother, duhet ta konsiderosh ftesën me shumë dashuri, do më thënë kam qenë e bindur 100% që do të hyja këtu, në momentin që unë kam marrë këtë vendim, kam qenë shumë skeptike në vitet e shkuara, dhe prandaj do të thoja për gjithë ju që ndoshta keni hezituar si mua, konsiderojeni seriozisht ftesën për të ardhur në shtëpinë më të madhe të Big Brother VIP, sepse është një eksperiencë shumë e bukur, e paharruar dhe mbi të gjitha do njihni veten tuaj në dimensione të ndryshme. Faleminderit. Kaloj. Okej. Bravo Gerta. Bravo Gerta. Faleminderit. Atëherë përshëndetje gjithëve. Përshëndetje publikut që na ndjek. Përshëndetje. Çfarë ka ndryshuar tek Jozi kjo përvojë, ky rrugtim, është se duke pas parasysh që jemi një shoqëri kolektive
prej pothuajse 40 personash. Kam pas të bëj me 40 natyra njerëzish komplet ndryshe nga njëra tjetra. Gjatë jetës time kam pas disa përvoja që kanë qenë shumë të vështira se kjo, por kjo përvojë më ka dhënë mësu shumë mbi gjitha durimin që në jetë përditshme nuk e kam pas dhe nuk do kisha mujt me reagu kështu si që kam reagu kështu si kam reagu me durim, me vëmendje, me gjithë atë që kam tregu ndaj secilit, edhe kur kam pas debate, ofendime, gjona. Kjo ka qenë shumë e vështirë për mu, dhe ka pas rast që kam dalë edhe nga vetja, por nuk ka qenë as pak e lehtë me përjetu këtë gjë, me kalu në këtë mënyrë, me mbajt veten kaq fort, sepse kemi pas të bëjmë me artista, me jo artista, me njerëz të një profesioni tjetër, ose dhe na ka ndodhur situata që të përballemi ose të kemi ofendime ose situata. Ty valla jo. Mos ndërprit. Dhe kush jo, ti kret vetë. Jam mundu, patjetër që unë kam pas mjaft raste dhe kam mësu këtë durimin ta përmbaj veten, të duroj çdo gjë, duroj edhe dikë që ndoshta se ka shansin jetë përditshme me ma drejtu i fjalë të tillë, këtu më është dash me duru, me analizu veten, duro pse ndoshta jam lart do me mul, ndoshta jam ndryshe. Gjithmonë jam mundu të durohem, tregohem që jemi këtu për të dhënë një shembull ndryshimi ose një shembull që ka shumë njerëz në jetën e përditshme si unë dhe duhet të reagojnë kështu si po reagojon, si po durojon këtu dhe në jetën e përditshme. Inshallah se reagon kur që reagon ti. Edhe për shembull në rastin fjalë me gjestin që në jetë përditshme për shembull është inshallah se reagon komplet i pasuportueshëm. Edhe që s'duron ti jam për dekorata, si me fjalë të pesta më rëbo, po çfarë për dekorata jam durimi në kësh me fjalë të pesta. Si e kam tregu veten, kështu që jam përmbajt dhe kjo më ka ndryshu shumë. Dhe se kisha për sinqerisht, por ja që ndodhi. Ky rrugtim pastaj më ka mësu se si t'jem para kamerave, për shembull, sa më në kuadër, duke vazhdu nga mëngjesi, zgjimi, nga ushqimi, nga higjiena, nga veshja, nga mënyra të folurit. Dhe vlerësoj shumë këtë gjë. Pastaj për pjesën e profesionit, patjetër që më ka bërë të ndryshoj shumë edhe të kuptoj shumë a shumë gjëra. Më ka dhënë me kuptu që t'ja di vlerën vetes shumë a shumë, se ndoshta dikur nuk ja kam ditë. Më ka mësu shumë t'jem sa më i mbledhur me veten time dhe të di që me seleksionu për të marrë për jetën time më të mirën. Dhe ka ndryshuar shumë pastaj edhe në se si mund t'jetë ardhmja ime, se si mund ta mendoj të ardhmen time. Besoj që kam disa njerëz këtu brenda që i kam njohur që mund t'i kem pjesë shoqërisë time edhe kur dalim jashtë. Për pjesën para kamerave, sa i përket në hapësirë televizive, patjetër që kam një eksperiencë ndryshe tani, siç nuk e kisha më parë kaq si mund ta kem sot. Ka ndryshuar shumë gjëra. Pastaj ka shkaktuar edhe shumë gjërat e unë edhe flok më kanë rënë nga stresi i këtyre ditëve që kanë kalu, që ndoshta janë 3 muaj sa, po kanë vlerë si
2 vite. Ka pas mjaft situata që ndoshta në përditshmërinë time janë më të vështira, por kam mundësinë që të shmangem nga një debat ose nga një njeri që zu me pa ose nuk e du. Ndërsa këtu ka pas mjaft njerëz që si kam dasht ose s'kam dasht debatoj me ta dhe nuk kam pas ka t'ju shmangem, gjithmonë më është dasht të jem aty. Dhe kjo është ajo që më është dasht të rri brenda kuadrit gjithmonë që ka qenë super vështirë për mu, po unë e kam bo, kam arrit, e kam bajt, e kam angër vetën, kam dërru ofendime, sillet, këqija, debate, shumë gjana dhe këtë gjë kam përfitu vetëm në këtë përvojë. Dhe është sinqerisht diçka shumë e mirë dhe e vlerësoj patjetër që jam me fat që më dha kjo mundësi ta fitoj dhe kam ndryshu pastaj edhe tek mënyra e për shembull në ekran dhe në përditshmërinë tonë ka një ndryshim shumë të madh sepse këtu je i detyruar që të respektosh secilin ose ta dëgjosh secilin ose ta shohësh edhe ta analizosh atë që thot ose që drejton ndaj teje dhe shpesh herë shumë situata ose shumë fjalë nuk duhet t'i nxjerrësh ashtu siç mendon ti, por siç lypet me i përcjell në televizion. Kjo është shumë e rëndësishme edhe kam njohur veten shumë fusha ndryshe dhe ka ndryshu goxha në jetën time. Mendoj që sot jam shumë më ndryshe si në karakter, se si reagoj. Ose si që reagoja para 4 muajsh për shembull. Mendoj që tani jam më i matur, i analizoj gjonat ose karakteret e njerëzve shumë në mënyrë më të mirë. Dhe kështu ka bo atë jozin që mendoj jam mirë. Patjetër që gabime ka gjithmonë, kemi bën mjaft gabime, besoj që prap do ketë, por gjithmonë e kam pas atë vetdijen ku kam gabuar mos me gabu për herë dytë. Dhe kjo është me shumë rëndësi te unë. Për pjesën çfarë do marr me vete nga kjo përvojë, është kujtime kam mjaft mira, kam pas një rrugtim që asnjë nga ju nuk e ka pas me situata, me dalje, me hyrje, me ndjenjë, me çdo gjë. Sinqerisht kam shumë kujtime të bukura. Kam njohur edhe njerëz që është për t'ju vlerësu dhe jam me fat për këtë gjë që kam qenë mesin tuaj dhe ju në këtë njohjen time dhe dhe mundohem të marrë më të mirën. Kam pastaj edhe ty s'do të marrë se inshallah do marrësh ti. Dhe do mundohem të marrë më, si që thash, më të mirën e këtij rrugtimi, si për pjesën e karrierës, si për pjesën e shoqërisë, si për pjesën e televizionit, si për atë rrugtimin, atë përvojën që ka ndihmu dhe ka ndryshu shumë tek unë. Dhe uroj që edhe në jetën e përditshme të jem super i kujdesur siç kam qenë këto kohët e fundit dhe të vazhdoj ky Big Brother edhe në jetën e përditshme. Se sinqerisht ka shumë vlerë. Dhe do të jetë njeriu i kujdesur edhe jashtë kamerave, sepse këtu e kemi pas gjithmonë atë kujdesin kokë se mos bëjmë gabime, mos të kalojmë disa gjëra që s'duhet,
duke vazhdu që të gjumi ose higjena ose debatet edhe këtë situatat. Mendoj që është shumë rëndësi kjo gjë dhe do mundohem që ta marrë me vete këtë. Dhe uroj gjën më të bukur, që atë këtë shkujt Zoti për mu. Ka qenë super knasi dhe super vlerësim që isha pjesë e këtij edicioni. Do jetë në jetën time dhe në mendjen time diçka shumë e vlefshme, sepse kam kalu shumë edhe pjesën e lirjes me Lorin, që e konsideroj aq me fat, edhe jam di aq mirë, sa që ma ka bërë shumë më të vështirë, po njëkohësisht edhe shumë të bukur të rrugtim. Dhe jam i vetmi besoj për këtë gjë, dhe falenderoj Zotin. Falenderoj krejt juve, falenderoj vllajin e madh, edhe për çdo gjë ndoshta kur i kemi kalu limitet, sinqerisht më vjen keq shumë. Patjetër që jam një ndër ata që e ka tepruar disa herë, por sërse më keni lënë edhe ju po gjë. Gjithsesi është e pranueshme. Faleminderit. Qashta është e Edhe faleminderit publiku. Erdhi në dhomën e filmit. Shkoj njërë lart. Për gjithë atë përkrahjen që ma ka dhonë. Qa ke ora? E Zoti ju bekoft. Ju dua. Zoti të bekoft edhe ty. Amin. Dhe shpirtin. Ula erta dhe tu. Jo, s'ka gjëllora. Tani, hapën gjepi pak. Kapën këto. Duhet ta vazhdoj apo jo? Gjeste për shembull dhe vuna në gjumë. Apo do të sheglin lart. Më thënë, kalamaj të vënë gjumë kur. Po, zemra shumë. Në brezë e tonë, sa është mbërthyrë të pasë. Ma ka marrë gjumë i djetë në besë, ku ishte një 4-5 muajshe, e kisha këtë në gjosë. Edhe që të. Tu e moj të lysh, ta kur ma puti gjumë i moj. Si që kisha kështu për të Edhe mu gavin gjumë po vjetë. E thoni gjohë, zemra, e ke thoni gjohë, më knaq veshin me zonin ta. Qa ke thonë, e ke thonë. Po pra, të vënë gjumë. Po, të vënë gjumë, zemra. Dhe nga dhe një minutar, Jo, baterit. Mos që ka fik mikrofonis më pas ka një kush. Do me folë edhe jerë, ma hej. Jo të keqe. Gjojmë edhe jerë në të. Ma. Gjithë për rritën një mësë për të lishe. Por rrisës duket mirë, rrisë. Mendon për strategji. Gjithna. Këtu oke. Su për mi që tu më pëdash të është me shku bëdal. Që e lopi. Së ishte me përqes të është. Mirë, të normal që se bëhem, po. Tu më i lopi. Jo më e vazhdoj për ato ullet, apo t'i ndrojnë baterit, se ka zhurmë. Dhe të quam ligjërata të përsërit 5 herë të njëjtën fjali. Okej. Jo, bjeri shumë. Vazhdojmë. Ligjoj, filloj Egli. Vazhdojmë. Okej, kur mora vendimin për të hyrë në Big Brother, e dija që ishte një gjë që më friksonte, edhe nuk kam pas guximin ta bëj në edicionet e kaluara, por për gjatë vitit të fundit, sidomos për gjatë vitit të fundit, kisha marrë mbi 3 vendime në jetën time që po t'i mendoja përpara 2 vitesh ose 3 vitesh më përpara më friksonin shumë, dhe i kisha marrë dhe më kishin çuar diku për më mirë. Dhe kuptova që këto gjërat që të friksojnë është mirë të guxosh edhe t'i bësh.
Dhe nuk doja të jetoja me këtë pikpyetjen time, po sikur të kisha qenë një herë, po sikur të kisha thënë një herë po. Kjo ka qenë arsyeja primare pse kam dashur të guxoj dhe të sfidoj edhe në një format tjetër veten time, në një hapësirë tjetër. Ka qenë pak e vështirë, sepse në periudhën kur kam hyrë këtu brenda, kam pas një përgjegjësi të madhe ndaj familjes time, edhe përsa i përket çështjeve financiare. Dhe gjëja që e kam prekë te linja jetës në fakt, edhe pse nuk u dha. Gjëja që më thonte mami, më thonte se tani jetojmë tashme, po kur isha jashtë, gjëja që më thonte më së tepërmi ishte që na vjen keq që po punon, po rropatesh kaq shumë nga mëngjesi deri në darkë nga 2-3 punë, dhe nuk po bën dot diçka për veten tënde, sepse duhet të jesh më prezente këtu te ne. Dhe në fakt këtë vendimin për të hyrë në Big Brother e kam marrë sepse u tregova dhe pak egoiste, le të themi në thonjza, patjetër duke i lënë atyre gjëra për të mos ju munguar asgjë. E mora si vendim vetëm për veten time, për të bërë diçka ndryshe për veten time, për të sfiduar veten time. Di që kam pasur kundër praktikisht të gjithë njerëzit e mi të afërt, që nga familja, shoqëria, i vetmi njeri që kam patur pak suport ka qenë Kunati, që më ka thënë e di që mundesh ta bësh. Të tjerët kanë qenë kategorikisht jo, për shkak të natyrës time emocionale, pak impulsive, dhe më kanë thënë që do lëndosh veten tënde aty brenda sepse është një format shumë i egër, ka luftë, është garë e egër që të gjithë janë të aftë bëjnë gjithçka për të fituar dhe ti je njeri që përfshihesh emocionalisht me njerëzit. Nuk e di pse e kisha këtë thirrje, ndoja ta bëja këtë gjë për veten time, kisha një besim te vetja ime që e bëj. Kam mësuar që kam bërë mirë që e kam bërë. Kam mësuar që po, në fakt është një vend i egër, është një luftë e egër. Është një vend i papërshtatshëm për të pretenduar të japësh dashuri dhe të marrësh dashuri, të sinqert, në të gjitha kushtet, pra do vi një moment i caktuar që automatikisht do lëndohesh. Kam mësuar si për këtu, si për jashtë kësaj shtëpie që pritshmëria të çon drejt zhgënjimit. Mirë është mos kesh pritshmëri ndaj njerëzve që ke përballë. Kam mësuar që është një hapësirë shumë e vlefshme televizive për të qenë më afër me publikun tënd. Paktën për ata që janë artistë, e dinë sa i shenjtë është publiku, sa i shenjtë është interferosh te publiku. Kam mësuar që jo të gjithë do e kuptojnë dhe do bien dakord me të vërtetën tënde dhe do të të pëlqejnë, po kjo është diçka që është e pandryshueshme. Është diçka që është e pandryshueshme dhe që duhet të rënë dakord me një fakt që asnjëherë nuk do t'i pëlqesh të gjithëve. Por e rëndësishme është që paktën në ndërgjegjen tënde gjumi natën ta bësh të qetë, që nuk e dashur asnjëherë të dëmtosh askënd. Kam mësuar që absolutisht nuk duhet t'i japësh akses askujt për të lënduar, edhe pse ndonjëherë bëhet e pashmangshme, sepse nuk mundesh, sado që mund të ndryshosh gjëra në jetën tënde, mund të përmirësosh 1% të vetes tënde, asnjëherë nuk mund të tjetërsosh veten tënde totalisht. Dhe kjo është një gjë që unë nuk dua ta bëj. Në fakt nuk du t'i humb disa gjëra që ndoshta njerëzit mund t'i quajnë dobësi, po unë i quaj virtyte, se janë shumë në mungesë në kohën ku jetojmë. Kam mësuar që jam me aftë të jetoj larg familjes time, gjë që e kam patur shumë frikë përpara se të futesha këtu dhe javët e para e kam patur tmerrsisht vështira, produksioni e di, sa herë mund të kem kërkuar që në fillim që të largohesh ose kam qenë shumë vulnerabël, sidomos për marrëdhënien me mamin, edhe që s'mundesha fare dia si janë, a ka nevojë për gjë, ti gjëja zërin etj. Si të gjithë këtu, po, secili flet për emocionin e vet. Dhe kam mësuar që po, që kam e fort ta bëj edhe këtë gjë, të jetoj edhe larg atyre, edhe pa patur asnjë lloj informacioni për ta.
Çfarë më ka ndryshuar? Praktikisht po të futesh këtu brenda, patjetër që diçka ndryshon. Qoftë për mirë, qoftë për keq, qoftë ndonjëherë të dyja të miksuara bashkë, diçka ndryshon. Mund të them që më ka ndryshuar diçka që përgjatë një periudhe të caktuar kam patur një lloj kompleksi edhe frike për të shkuar drejt ëndrrës time. Kur jam futur këtu brenda kam kuptuar që nuk kam se bëj asnjë kompromis për të ndjekur ëndrrën time. Kam kuptuar që jam një njeri si kundër edhe këtu brenda, po siç kam qenë dhe atje jashtë, që mbase kam bërë ka qenë gabim që në shumë raste kur njerëz të tretë ose të katërt në një marrëdhënie të caktuar përfitojnë nga ajo që është gjëja jote dhe ti vetë tërhiqesh sepse nuk do të marrësh prej saj, jo në fakti duhet të marrësh prej saj. Nëse është gjëja jote ti i pari duhet marrësh diçka prej saj. Ma ka ndryshuar këtë mendësi. Mendoj që është një sakrificë në vetvete për secilin nga ne që vjen këtu, dhe është një sakrificë që të shpërblen me diçka duke të ndryshuar patjetër, duke të ndryshuar jetën. Është pa diskutim një format, një hapësirë televizive që ta ndryshon jetën do apo nuk do ti pas daljes tënde nga këtu. Do marrësh me vete. Ajo që do marrë me vete është pa diskutim dua të mbaj mend momentet e bukura në këtë shtëpi. Momentet kur kam qeshur, momentet kur kemi bërë sfidat ndryshme, kur kemi bërë biseda që i kam ndjerë të sinqerta, pa çka se pastaj kjo rruga është e tillë që edhe të demoralizon dhe ti hedh poshtë të gjitha. Dua të marr me vete gjithë dashurinë që e kam ndjerë nga publiku, për sa kohë kam qenë këtu brenda. Të gjithë përkushtimin, ndoshta edhe atë koston e tyre të çfarëdo lloji për të qenë sa më afër me mua dhe për të më treguar që edhe nëse je duke gabuar, jemi me ty dhe nëse ti po qan, ne po qajmë dhe po jemi njerëz gjithë dhe kuptojmë. Kemi empati edhe për atë që je duke bërë ti, qoftë kjo edhe gabim me veten tënde. Dua të marr me veten një mësim të madh me veten time, për veten time, i vetmi njeri që kam dëmtuar këtu brenda ka qenë vetëm vetja ime, kështu që në borxh jam vetëm vetes, askujt tjetër. Dhe dua ta marr këtë gjën me vete si një eksperiencë që kam për ta mbajtur mend gjithë jetën, se është e pashmangshme që të harrohet. Kështu që po është një gjë që të ndryshon në vetvete e gjitha. Jam shumë mirënjohëse për çdo sekondë që kam kaluar dhe kam jetuar këtu brenda dhe faleminderit gjithë secilit. Kaq. Radha. Juaj Kirsi. Unë përgjithsisht jashtë jam e tillë, jam natyrë e qetë, e dashur, e drejt për drejt sipas rastit. Momentet caktuara nuk jam e egër, por mbase hera herës këtu më është dashur të jem e egër. Në rastet caktuara nuk e kam bërë këtë shpesh, siç është vënë re. Normalisht si gjithë ju këtu brenda kam mësuar se është e vështirë të bashkëjetosh me aq shumë njerëz. Është e vështirë që të dëgjosh dokra her pas here, edhe të shohësh situata që ti thua s'kam se futem, mbase ndonjëherë të duhet të përfshihesh. Kam mësuar ndër të tjera, unë përgjithsisht jashtë jam e duruar, po këtu brenda kam mësuar të kalis nervat.
jashtë jam pak natyrë nevrike, sa do e ëmbël mund t'jem, jam pak nevrike, ata që më njohin e din. Këtu brënda kam qenë e kujdesshme që minimalisht të mos dëmtoj me fjalët e mia, ndonse për këdo që mund t'jetë lënduar, ndonjëherë unë kërkoj ndjesë. Kam mësuar si gjithë ju t'lajv me bëj dush me roba banjo, që ka të një stres i madh, të bëjmë të rrugën për të shkuar për të ndruar në tualet gjithë kohës, të flej kujdesshëm, ndonjëherë dhe jo shumë kujdesshëm, ju kërkoj ndjesë për gërhimat e mia ndonjëherë, është një problem që do më duhet ta rregulloj me hundën. Është njerëzore. Kam mësuar të vështjell kokën me organet dhe të hapi cep aty dhe të flej, si të gjithë ju. Çfarë nuk... Kërkesa ishte çfarë ke ndryshuar, unë do të them çfarë nuk kam ndryshuar, se me të drejtën nuk kam ndryshuar asgjë. Jam e njëjta Dajin që ka hyrë, mbase është gabim, po nuk kam ndryshuar këtë dëshirën e jashtëzakonshme ose të kesh një ambicje të tmeshme për të kapur situata, për të qenë në prime gjithkohës, domosdoshmërisht edhe aty ku ti e shikon që mbase është e tepruar apo nuk duhet të ndodhë. Këtë nuk e kam bërë, dhe se kam bërë vetëm që ti qëndroj besnike vete, se tek e fundit e kam thënë disa herë, vetëm veten kam, dhe mbase kjo do më ndikonte. Edhe jashtë. Nuk e kam të natyrë, kështu që edhe këtu brenda e kam qëndruar besnike vetes tim. Kam thënë disa herë si do të shkoj, Danja, çfarë ndodh natyrshëm, le të ndodh natyrshëm. Çfarë ty nuk të vjen natyrshëm, nuk e pse e bën. Çfarë do marr me vete është respekt i jashtëzakonshëm për produksionin, për kujdesjen e tyre. Heq kapelen të gjithë po tjetër personelit, po të gjithë investimit edhe çdo gjëje që mbase është dashur t'ju japësh bek, por me aq sa kam parë, aq kemi mundur t'japim bek. T'japim mbrapsht. Do marr me vete normalisht si të gjithë ju kujtimet me juve. Besoj që kam falur dashurinë të shtëpi, nuk më mungon dashuria për ta dhënë me tonelata, patjetër që edhe e kam marrë shumë herë. Besoj që kam krijuar marrëdhënie shumë të mira, uroj t'i kem dhe jashtë. Më rirat normalisht do t'i lë këtu brenda, nuk besoj që kam mërzitur njeri jashtëzakonisht shumë. Kush më ka mërzitur, le t'i lëm brenda mureve të shtëpisë, sepse jeta është shumë e gjatë dhe mund, kështu që nuk duhet ligështuar shpirti si do t'jetë. Për sa i përket, po, dua të marrë edhe, do marrë me vete edhe këtë që më vjen keq për disa banorë që kanë dalë, që unë edhe ata nuk patëm mundësi që ta ndryshojmë pllakën në këtë shtëpi, me gjithë të agresivitet, me gjithë sa situata që nuk di, domethënë. Nuk patëm mundësi ta ndryshojmë, por nuk ka problem. E shkuar e harruar do jetë kur dalim gjithsesi. Faleminderit gjithëve. Okej, po e them shkurtimisht për ta mbyllur, duke mos u zgjatur shumë, më qenë se mund të pre mendimin mes. Unë po e quaj rrugtimin tim në Big Brother si një tren ekspres me 200 km/h. Një rrugtim që kanë hipur dhe kanë zbritur shumë njerëz të cilët disa më kanë qëndruar pranë në karrigen ku unë jam ulur, disa të tjerë kanë vendosur të largohen nga unë, ka qenë drejta e tyre. Gjithsesi, unë e kam vazhduar këtë rrugtim timin me të mirat dhe të këqijat që më ka dhuruar ky rrugtim. Sigurisht, kur kam ardhur në këtë shtëpi të madhe, kam patur valixhet e mia si çdo kush ka valixhet e tij. Por në valixhen time, të cilat i kam tërhequr gjatë gjithë jetës time,
kam patur lotët, gëzimet, shoqërit, kam pasur dhimbjet, kam pasur sukseset e mia, kam pasur shumë dështime, kam patur frikrat e mia, luftrat e mia, kam patur shoqërinë, por kam patur dhe largimet. Jam një njeri që ditën e parë që kam hedhur këmbën në shtëpi, kam patur disa pengje në jetë, të cilat me kalimin e ditëve këtu, secili nga ju më ka mësuar që duhet t'i hedh, t'i largoj, t'i hedh tutje. Qoftë me një fjalë të mirë, ma ka zbrazur valixhen, qoftë me një tregim nga jeta e tij, siç unë e nisa në fillim, më ka mësuar të kuptoj që një zemër e vrarë nuk do të shërohet kurrë, por duke u mësuar të rish me njerëzit e dur, ti mund ta durosh atë dhe mund ta mbash brenda. Shumë njerëz nga ju më kanë mësuar që nëse dikë nuk e ke pranë, dhe dikur e ke mbajtur për dorë, tani mund ta mbash në zemër. Siç unë kam në zemër shumë lojtar, të cilët kanë qenë në këtë shtëpi dhe fakti që nuk janë këtu nuk do të thotë që i kam haruar, po i kam këtu brenda zemrës time. Në këtë shtëpi Danja më ka mësuar të përqafoj. Unë përqafimet ja kisha lënë babait tim, të gjitha që është larguar. Dhe Danja ka qenë një vajzë e cila më ka pyetur për këtë dhe kam qenë e ngurcuar nga kjo anë. Dhe të japësh përqafime, Danja, unë falenderoj shumë, është gjëja më e bukur që më ka ndodhur në këtë ditë. Dhe të falenderoj shumë. Egli më ka mësuar shumë gjëra nga ky Big Brother. Më ka mësuar që shoqëria do fuqi, do ngulm, do kërkesa, do njerë largohet, do njerë duhet dim të afrojmë me njëra tjetërën. Dhe për këtë falenderoj Eglin. Gjesi më ka mësuar të mosaroj atë shpirtin tim fëminar. Laerti më ka dhënë shumë kulturë, gjëra që nuk i dija, që do t'i jemi njohse për gjithë jetën, kemi folur për shfaqet. Jozi më ka mësuar që edhe pse të lëndosh njeriu ka nevojë të jap shanset dyta, treta dhe të falenderoj Joz, sepse duke ma dhënë këtë mundësi, unë ndoshta dikur jashtë kam bërë dhe unë si ty, po njerëzit ma kanë dhënë këtë gjë. Besoj që siç të kam njohur ty, ashtu dikush jashtë më ka njohur mua dhe unë kam fyer jashtë dikë. Dhe mendoj që duke të falur ty, dikush jashtë më ka falur dhe mua. Gerta më ka mësuar si ta dua familje, si ta ruaj familjen. Gerta ka qenë një grua dhe vazhdon të jetë një grua e cila e ka mbajtur hermetike familjen e saj. Dhe është gjë shumë e bukur që njerëzit ta ruajnë familjen, të ruajnë ato privatësitë e tyre. Por unë jam munduar që në këtë rrugtimin e jetës t'ja zbraz pak a shumë valixhen gjithë atyre udhëtarëve që kanë kaluar në këtë trenin e Big Brotherit. Kështu që çfarë më ka ndryshuar? Më ka ndryshuar në mënyrën se si shoh gjërat. Njeri impulsiv, njeri që e ka jetuar jetën gjithmonë në 180 gradë, 200 gradë, më ka mësuar të jem e durueshme, më ka mësuar të kuptoj që një gjë duhet zi, pastaj duhet ta hash. Do me thënë, ne shqiptarët groshën e ham pas zier mirë. Do me thënë, ne prishim dhëmbët sepse presim që grosha, do me thënë, grosha do shumë të ziet, ne jemi mësuar të ham pas zier dhe tu dëmtojmë dhëmbët tona. Kështu që unë e kam mësuar këtë në Big Brother. Kam mësuar të jemi drejt për drejt, kam mësuar mos kem filtra. Kam mësuar që një njeri që të do, nuk do largohet kur, po do të qëndroj gjithmonë aty. Kam mësuar që një njeri duhet duroj. Kam mësuar që një njeri duhet numëroj. Kam mësuar që një njeri duhet të ndëroj. Çfarë do t'i marrë me vete këti Big Brotheri? Do t'i marrë Rozanën që ishte dhe Rozanën që kam krijuar këtu brenda. Dhe të dyja bashkë, do të tim atje për jashtë, duke i treguar gjithë atyre që do pasojnë pas nesh, që ti dhe pse ke lënë diçka jashtë, do ndërtosh diçka brenda dhe të dyja bashkë, kur bashkojmë me njëra tjetrën, do bëj një zemër të madhe. Faleminderit gjithë ju që ishit pjesë e këtij rrugtimi shumë të bukur timit. Faleminderit Big Brother. Shumë bukur. Po me thonë drejtë, për atë fjallë për Gertën, ja bone që i ka rafsh më shumë se shduhet. Jo, i kam mbajtur hermetike dhe është e vërtet kjo gjëja, e ka ruajtur. Aja merë bërë rëzonë. Për jashtë për thua, për gjërat e tua. Për jashtë apo për këtu?